Kaj, letëm dalim për një familje teme. O ta zemra. Që se ka më nëse ku meritu një femën, e ku meritu me pas familjen tem, burin tem, shpin tem, aborin tem. Gjdo prind, gjdo non, gjdo, pavarësisht non, bab, vlla, motër, fare fes, kolegë, gjdo jemi, ka këm shkel, unë e kur se kam lëndu kërkan. Të dashur mirë, sot e kam një pyetje me dy zonja qytetit, sot e kam një pyetje sa respektohen dhe vlerësohen femrat. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Unë jam Fatmirja. Fatmirja, ju jeni? Shqipja. Shqipja dhe Fatmirja. Pyetjen e dytë, sa afro makinën Fatmirja, Shqipe, sa respektohen femrat në ditë sotit? Femrat në ditë sotit nuk respektohen as pak. As një mënyrë. Veç nëse unë një femën që më ka falë i madhë Zot edhe kësaj natyre që kemi hecë për toke edhe kemi dashë si njerëz, pavarësisht a është mashkull, a është femën, a është do natyrë, ato ka kriju një babë dhe një non e kësaj natyre, me dashuri, me respekt, me mirënjohës, me çdo sen. Sot unë, si Fatmire, jam qytetare e Kosovës, Prishtines. Edhe në të mënyrën time, maksimum, çdo sen e kom dhonë për shpirtit tem. Edhe e kom dhonë edhe e dho, apet. Por, nashta, kom has njerëz të gabushëm, që s'm kanë vlerësu si femën, e kësaj natyre, as pak. Po edhe më kanë shkel, edhe më kanë nëqmu, edhe më kanë bollizu, edhe çdo sen, një nënon peshen i vetë. Politikë s'kemi limi. Ta dhe Shqipen, hajde Shqipe, veç një minutë. Shqipe, ti çka menon për këtë aspekt? Unë e pajtona me këtë Fatmiren, amo më barë çdo aspekti se edhe unë jam rrinë prej dhe prindve të shkollu me krejt, po asë një grim zero është. Zero është, respektin ndaj femnës është zero. Pa punësi, pa respekt, çdo kund. Fatmire, faleminderit. Fatmire, çka të ban më konë kjo që je sot, edhe shumë i drejt për do? Unë jam drejt për drejti, pika parë, unë kam punu në Kosovë, para lufte, në sindikat pambarën të Kosovës, edhe plus kom kry shumë punë, kam punu në bazë ushtarake të natës, si punëtore, s'është më rëndësi punëtore, mu së më ka interesu, kam punu edhe jashtë, kam punu për drejtat e grave, të fëmijëve, të burravs, jemi barazit, si ti, si une, edhe ti ki mish, edhe ti ki zemër, edhe ti ki ndjenja, pa më varsisht që është jeta, ama për momentin që tash, absolut zero. Unë kam shku gjithherë një kulturë që e kom pasë, Zoti ma ka dhanë, edhe familjen time, edhe kom mendu gjithherë prej katragjyshe, babgjyshe, fare fise, kolektiv shoqëror, njerëzor, po ma kanë marë për dopsi. Edhe sot, as kam prindë si kam ata të dashurit më të shumë të njetë, që ata më kanë kriju, më kanë linë, edhe plus babi jam, ato se kom pa kur si e vogël, se e kom përcjellë që shtojnë vitet e kalume, me fener, që e kom përshëndet babën tam, ka punu në Trepçe, 29 metra fell, edhe njerëzit na ke mendu që jem njerëz, edhe të respektojnë, e dojnë. Çdo prind, çdo non, pavarësisht non, bab, vlla, motër, fare fes, kolegë, çdo jemi, ka këm shkel, unë e kur se kam lëndu kërkan, mu më kanë shti edhe me kajt, edhe këm kajt, edhe kaj, se nuk është kërkon drejt, absolut. Çka të mungan? Se më mungan papunësia, se nashta sot po dojnë me quë dëkoshën, kratonin, po dojnë me quë njerëzit, ata që se meritojnë, që shtojnë qiell, 7 par kat e 7 par qiell që thojnë, e sa ty po të shkelin, se ty ta mshelin gojen, se je drejt, e drejten se dan kërkosh. E vërtet. Se dan, jemi njerëz, kem gabime, çdo njeni kemi gabime, ama jo. Pse me lëndu, pse me kajt, ose një mashkull, ose një femën, pse me vujt një thmi, pse?
Perëndia se ka lind as të njo kemi lind shnosh. Jo me këta që na kanë bo, na kanë shtre. Na kanë shtre. Te apet se Zotin e kemi, gjdo sen e natyrës. Kam punu, marës është me punu, gjithçka, absolut. Gjithçka kam punu. Ama, më kanë mashtru, më kanë rejt, më kanë marrë parën njësën e ballit tem. Çfarë kanë mashtru? Gjithçka me mjete. Me mjete më kanë mashtru, parët. Të bisa, ja kom do, s'kom thonë unë, s'kom shku në atë aspektin që, po, kom shku në atë aspektin që kemi krejt nevoj, pavarësisht, çdo kemi hall, s'kom shku në atë mënyrën me thonë, hajtja do parët, edhe me fjala, na me fjalë, edhe me respekt, me kulturë, e sot me parën tone, për t'i marrë krejt senet që mi ka dhonë i madhe Zot. Faleminderit për çdo sen, edhe më t'lonë sot ty me nga që kom bo shpenzime, që kom bo, une bal gjatë luftës, kam kontribu maksimum që të kanë shkel çdo otar vutje kemi kalu, qysh e dimi krejt. Mas lufte, më na bon këtë dita, edhe jo mirë, jo mirë, jo mirë. Më qelë me nxese, më bo dritë, këta për na bojnë tërë. Jo. Tërë për na bojnë. Unë e thamë... Në është apo hi, edhe në mënyra politike, po edhe kja e ka bo. Jo. Se gjdo natyra, gjdo sen, jemi rrit me familje. Jemi rrit me një familje. E dim familjen babgjyshit, katragjyshit, njerëzët fare fisit. S'kemi shkuë, por na kemi prit një fjalë me po, edhe kena përshëndet, edhe kena ndihmue, e kena dagër një kashat. Bashk e kemi hangër. Me një luk. Me një luk. E sot na pishohëm, s'kipse me këqyr televizi, s'kipse me dal. Krit që shtojnë të vujt. Krit jena të vujt. Krit jena të vujt. Sot une s'kam fëmi. Pse? Nëse as një mashkull muë, si shqiptas ma ka qelë derën më martu, më kriju familje. S'ma ka martu je, a? Pa martu. E kom pas një rast, o dhunën se doraj. Dhunë këtë jetë s'kemi linë me. Si e kone martu mas një? Heq. Jo. Ama pse dhunë mi dhonë? Mi dhonë grus, mi dhonë fëmis. Me fjallë, më të mi. Vunë për këtë aspektin që si e martu edhe... Normal, po, kaj. Letëm dalim për një familje teme. O, ta zemrë. Që se ka më nëse e ku meritu një femën, e ku meritu me pas familjen tem, burin tem, shpin tem, aborin tem, fjallën tem, respektin tem, punën tem, për çdo njeri ka kom shkel. Kur se kom lëndu kërkanën, të dalim për amerë, nëse i kom bo diçka ketë, unë i kërkoj falje çdo natyrë. Po, ata e din, të të mdallën. Më stani se Zoti është i madh, ta zemrë. Po, sa une, ama, amen, inshallah tonë në rusë, edhe ti je jetës, kom po shumë herë. Po, njëri me fol, keq, mos me fol, keq, pëshilegojnë, duhet ka dale. Ka dale, se ti ka shatën kur të mersh, ti duhesh me shku nga dale me mërty, për mës me të mundue. Kja natyrë e mrekullueshme, po mos e kja material, çdo sen është i vdekur. Njeriu është me zemër e me shpirt, duhesh me dasht, duhesh me respektu, duhet me nderu, duhet me të kërku falje. Çdo njenit. Unë sa dal, pa punë, ku na me lyp? Duhet unë s'ball kom punu. Pse? Qeveria jon, shteti jon, komuna jon, unë jam qytetare e komunës Prishtinës, jam shku, ma kam bo një kërkesë për banem, rafsh që 6 muj, unë jam të nejt, të maltretu, s'ma boj një respekt që jam hajde unë, po ka plat, loj raste. Ndihmaj. Sa është kur gjo, se të bëjsh një palat, ndihmaj njerëzit të jetojnë jetën, të dojnë jetën, pavarësisht me njerëz, me shoqëri, me punë, me diell, me hanë. E unë e thamë, respektoje femrën, sepse
ajo është vajza jote, respektoje femnën se ajo është motra jote, respektoje femnën se ajo është gruaja jote, edhe ty t'ka lind një femën, edhe për një femnës je kriju, andaj duhet femrat mi respektu. Faleminderit që ishe pjesë e jona, trut Zoti. Amin, inshallah, me njerëz të mirë, kudo, pa dallim gjyre, pa dallim feje, që ecëm krejt për toke, i uroj një jetë shëndet spari, shëndetin ta kem, edhe me njerëz të respektum, mirënjohës, falenderus, edhe që krejt gabojmë, po me kërku falje marrë nuk është. Absolut, edhe unë jam femën, edhe unë nështë ta gaboj, po i kërkoj, i dalë për balë, del një vlo, pse më ke lëndu në kështi me kajt, unë e dalë për balë, mu marrë së më vjenë, se edhe unë jam, edhe mu baba jam, o jam konë qike sajne, edhe unë jam qike një nane, edhe jam konë gjithë sen që të ku shumë ma njef natyren teme, jam konë, nështë ka me atë bukra, po me një mendje të shnosh, gjithë herë jam konë ka dë. Edhe sot je shumë e bukur, ta zemrën, trut Zoti. Inshallah, me gjithë juve, kolektiv se jemi Çka don më të nimun, çka vdon më të nimun? Unë për momentit që tash nuk kam banim. Kam banim se kom pas një rast, qysh që kom pas, edhe ajo më ka mojt, ajo ka qenë shqiptare, edhe shtetase kanadese, sorry, na falë me loqe, edhe ka qenë është shtetase amerikane, ajo më ka strehu. E tash? Ajo ka me shkue, tash në kitë muj, edhe unë e kesh në komunë, edhe fola me ata zyrtartë. Unë po foli me ata, adin më njëherë me para gjykime. Nuk thojmë, po fatë mire, unë e isha, unë e di vetë, se kom kalue, e kom pa dvarfën, e kom pas mu, unë e kom mendu që duhet me ndimu, se femna jep liri çdo njerit. Po, pse s'po na respektojnë? Jo, na s'kena marë, na ju këna lagari gjdo si burë, si djallë, si i nanës, i vlavt, i jetës, i familjes. Ku do jeta kama ka heshkel, sa dheq, sa absolut. Veç mujtë me të bëllizu, nuk është me bëllizu. Ma më si thuj, aftyra, ma se ka kryu edhe ato, baba nona, kje natyrë. Ma se kjo natyrë donë fjallin më të shnosh edhe më të bukur. Unë tham një njeri që se respekton familjen e vetë, nanën e vetë, babën e vetë, a i s'mët më na respektu një. Unë deri ditën e fundit, babën tem, edhe nanën tem, edhe qa kom dit, edhe krejt, unë prindve të mi, prindve hakut se një del, kur për jetë, nashta për muë, sot, qfar kuhe, qfar vutje, qfar jetë kam pas, nanat shqiptare, shuja të nga i re. Qëre, tash ka arë një jetë, edhe ma letë, po duhet me bo respekt, mi falenderu Zotit, qka kemi. Por çdo sen që e shijojnë, edhe ma letë, po respekti sa është kërkon, dashnia sa është kërkon. Kurse kemë të onët, sa dho ty një dashni, njërë sinqert, po ti më mashkelës, dashnin, edhe sinceritetin tam, kjo nuk është normal. Nuk është normal, nuk është. Të kemi kujdes, krejt, çdo non, çdo motor, çdo qik, çdo djalë, çdo fëmi, pa dallim, mos i lëndojnë, ballë ja sad, ja kur. Në jetë e kemi krejt. Edhe që ato duhet me jetu, edhe duhet me dit, po njerëz e gabum, ata e din që janë ata të gabum, ata duhet mos me dalë me lëndu dikan. E aj me thonë, unë jam zatë, se ka pe marën ki drejt këta. Ka pe marën ki drejt këta që pëna shkelin. Edhe s'pëna lojnë me jetu jetën tonë, që Zoti kam i vrak të njerëz, Zoti kam i vrak të njerëz, ty faleminderit shumë. Në falë, nashta unë kërkoj falje, nëse unë i kom bo dikoj në gabim mes kësaj natyre edhe këti ari që marrëm çdo sen, që na ka falë tuk i qilë me jetun tuk, unë nëse i kom bo gabim të të mdel, se cilit të mdel për para, unë kam ja falë, a nëse së mdel, ata kanë me orë të unë, apes s'kan kanë me shku. S'kan. A unë nëse du m'ja falë, për pasuni, 50 vjetë, babë jam ka pënu, një shpi me nëzit që kam bo. E sot,
nata, dita, hop, shkaj. Qka është tja? Vërtet. Qka është? Faleminderit që ishe pjesë. Na fal, edhe jam hinë dhe tema, po, balë ma, jam lodhë ma. Sa do ne, sa të kërkosh të një man. Po thujnë, ja, ti e kanë fal, a? Okej. Edhe, qështo? Pse? Pse na kemi fol, kemi kesh, kemi punu, mëre gjithë shka kena punu kitë perëndis. Qka me bo? Zoti trujt. Amen, inshallah me njerëz të mirë, se kritë s'ka njerëz të litë, të këqi, po vetë pe bojnë veta, edhe për na bojnë edhe neve.